Selektori kombëtarës së Kosovës në futboll Franco Foda ka mbajtur konferencën e parë për shtyp në prag të dy ndeshjeve të fundit kualifikuese për botrorin 2026. Foda ka insistuar se fokusi i dardanëve është ndeshja së shtunës me Sloveninë që luhet në Ljubljanë, përpara se të mendojnë për duelin me Zvicrën. Synimi i Kosovës është që të paktën të përfundojë e dyta në këtë cikël kualifikues dhe për të siguruar play-offin, por dardanët janë në garë edhe për pozitën e parë në grup. Në fillim kanë thënë se çdo gjë do të jetë e hapur deri në fund. Çdo gjë është e mundur. Fokusi është në ndeshjen me Sloveninë. Synojmë të fitojmë të paktën një pikë që të shkojmë në play-off e më pas do të shohim tutje. 3 ditë pas ndeshjes me Sloveninë, Kosova pret Zvicrën në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Pas 4 gjirove në kuadër të grupit B, Kosova është e dyta me 7 pikë, 3 më pak se Zvicra që është lidere dhe 4 më shumë se Slovenia që rënditet e treta. Foda shtoi se e ka analizuar lojën e Slovenisë dhe ka shumë alternativa, duke thënë se maksimalisht janë të fokusuar për rezultate pozitive. Fokusin komplet duhet ta kemi në 2 ndeshjet e radhës. Në futboll nuk vlen e kaluara, por e tashmja. Për ne është me rëndësi ta kemi parasysh se mund të dalim të parët, por edhe të mbesim të tretit. Në ndeshjet e kaluara kemi treguar vetbesim, kemi luajtur mirë dhe është me rëndësi që të shfaqim më të mirë në këto ndeshje. Foda gjithashtu ka folur edhe për formën e mirë të lojtarëve, të cilës i gëzohet shumë. Mbi të gjitha, ai ka përmendur edhe kthimin e Amir Ramanit e Ljumbartë Delovës, ndërsa ka premtuar më shumë minuta për Edon Zhegrovën. Që të gjithë lojtarët janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore, kanë kaluar mirë në ndeshjet e fundit. Ramani e Delova kthehen dhe gjendja e tyre është e mirë. Kemi shumë alternativa në ekip. Amir Ramani ka pushuar për 2 muaj për shkak të lëndimit dhe tani është kthyer pasi është shëruar komplet. Zhegrova po fiton shumë minuta dhe kjo është me rëndësi, sepse ai duhet të kthehet në gjendjen fizike. Sa i përket portierit, Foda ka thënë se ditëve në vijim do të vendosë cili prej 3 opsioneve do ta zëvendësoj Arjanet Muriqin, i cili për shkak të suspendimit mungon kundër Slovenisë. Të hënën pasdite, Kosova ka mbajtur stërvitjen e parë në kampin nacional të FVK-s në Hajvali.